Në munges të një qendre rajonale për trajtimin e qenve endacak në Pollog, problemi sa vjen rritet nga viti në vit. Edhe pse në rajonin e Tetovës rastet e kafshimit nga qenët endacak janë ulur, megjithatë më problem gjendja mbetet në Gostivar. Sipas të dhënave që jep sektori për punë të brendshme në Tetov, në Gostivar brenda 10 muajve janë regjistruar 89 raste të kafshimit nga qenët endacak, kurse në Tetov 25 raste. Sa i përket çështjes së problemit me qenët endacak në rajonin që mbulon sektori për punë të brendshme Tetov, pra në stacionet Tetov, Gostivar dhe njësitë të përreth, gjatë kësaj periudhe gati se 10 muajsh, janë regjistruar gjithsej 114 raste të kafshimeve nga ana e qenëve endacak, por edhe gjatë tentimit për të shmangur qenëve endacak, edhe lëndime trupore. Pra, kështu që në rajonin e Tetovës qëndrojmë në krahasim me vitet e kaluara, qëndrojmë në një gjendje pak më stabile, ku gjatë këtyre muajve janë regjistruar vetëm 25 raste, kurse gjendja më alarmante tregohet në rajonin e Gostivarit, ku janë regjistruar gjithsej 89 raste të kafshimeve nga qenët endacak. Edhe pse kjo problematik nuk i takon policisë apo sektorit për punë të brendshme Tetov, ne i evidentojmë rastet vetëm si raportime për shkak se qytetarëve ju vërtetim apo proces verbale për procedurat më të tjeshme. Edhe pse shpeshherë është raportuar se janë hasur automjetet të qyteteve të tjera që sjellin qenë endacak nga qytete të tjera, megjithatë deri më tani nuk ka asnjë raportim konkret në polici. Nga policia e Tetovës thonë se mos denoncimi i automjetit dhe targave e bën më të vështirë identifikimin eventual të atyre që sjellin qenë në Tetov nga qytete të tjera. Deri tani në SPB Tetov nuk është raportuar as edhe një rast në të cilën raportohet automjet apo targa automjeti apo pa marrë parasysh apo vend në të cilën është vërejtur duke lëshuar apo duke shkarkuar qenët endacak, dhe kjo e bën edhe më të rëndë situatën shkaku se është problem për të identifikuar. Shqyrë rastin të apeloj tek qytetarët se në rastet të tilla verifikojnë një gjë e tillë, pra të njëjtat i raportojnë në numrin 192 apo 112 dhe kryesisht gjatë raportimit të dihet edhe pra lloji i automjetit dhe targat e regjistrimit, sepse në këtë mënyrë shumë më lehtë do të ishte për të identifikuar të njëjtit. Ditë më parë nga komuna e Tetovës denoncuan se kishin kapur një qenë endacak të sjell nga Shkupi dhe i njëjti ishte identifikuar përmes çipit. Denoncimet e tilla janë të shpeshta dhe jo vetëm nga autoritetet lokale të Tetovës, por edhe nga autoritetet e komunës së Gostivarit. Denoncimet janë se këta qenë sillen nga qytete të tjera dhe lëshohen në komunat e Pollogut. Deri më tani qendra për trajtimin e qenëve endacak ka pasur edhe në Tetov edhe në Gostivar, por kjo dukuri vazhdon të jetë shqetësim serioz për banorët e këtij rajoni.